që të ndalemi tek timi jonë sot, në fakt, do të ndalemi pikërisht vetëm tek të 3 vargjet e para të këshilla që Davidi I dha Salomonit. Ai ne pam që tek ne shikojmë që tek 3 vargjet e para Davidi ishte pranë vdekjes dhe siç themi neve la ato amanetet e fundit dhe ja la I birit të tij Salomonit. Edhe ku si themi ne la dhe ato uratat ose bekimet e fundit. Edhe është interesante që fakti që Davidi thret vëmendjen Solomonit duke thënë bu, ose tregoje veten tënde që je bu. Këtu te kapitulli 2 duke ofruar Davidi dita e vdekjes, ai urdhëron të birit Salomon duke thënë unë jam duke shkuar atje ku shkojnë tërë banorët e tokës, prandaj tregohu I fortë dhe sillu si bu. Çfarë do të thotë fjala bu? Në fakt, të paktën në atë kuptimin ton që neve mund të ose dim ne ose në kultura jon ose traditat tona na kanë mësuar, fjala burr gjithmonë është një fjalë e madhe ose është të thret që ti të mbash një qëndrim, të jesh I drejtë edhe atëherë kur është e vështirë. Të jesh I drejtë edhe atëherë kur aplikohet tek vetja jote. Para 2 mësimesh më duket ka qenë neve kishim një mësim edhe ishte momenti kur një thënie qofse e mbani mend ishte të gjitha neve tregojnë besim kur I flasim të tjerëve. Po kur vjen afër shtëpisë tonë dhe kur vështirësitë vinë afër shtëpisë tonë, ose tek vetja jon, për që të aplikohen tek ne, atëherë neve tentojmë që të bëjmë dhe kompromise. Domethënë të tilla që jo po nuk është dhe aq keq, apo nuk duhet të jetë dhe aq kështu, edhe mundohemi që ta zgjasim atë kuptimin e fjalës së vargut në Bibël që të përmbushë ata kushtet tona dhe neve të futemi në atë kornizën. Por ajo çfarë do të thotë pra të jesh burr, të jesh I drejtë, edhe të jesh gjithkohës ta aplikosh atë edhe tek vetja jote. Shumë njerëz rriten pa baba për shkak të divorcit apo të vdekjes, ose edhe për shkaqe të tjera. Disa rriten me baba, por që nuk e japin edukat shpirtërore të perëndishme siç kemi Salomoni. Salomoni shikoni çfarë thot tek kapitulli 4, do të ndalemi goxha sot tek fjalët e urta. Kapitulli 4 vargjet 3 dhe 4 deri në 9. Kur isha ende fëmijë pranë atit tim, njom zak dhe I dashur në sytë e nënës sime, ai më mësonte dhe më thoshte: Zemra jote të kujtoj fjalët e mia. Ruaj urdhërimet e mia dhe do të jetosh. Fito dituri, fito gjykim, mos I harro fjalët e gojës sime dhe mos u largo prej tyre. Mos e braktis diturinë dhe ajo do të mbrojë. Duaje sepse ajo do të ndihmoj. Dituria është gjëja e rëndësishme, prandaj fito diturinë. Edhe sikur të humbasësh ato që ke, fito diturinë. Përlevdoje dhe ajo do të lartësoj. Ajo do të jap lavdi, po qëse ti e përvetëson. Ajo do të vërë mbi kokën tënde një stoli prej nuri, do të rrethojë me një kuror lavdije. Kemi të bëjmë pra
me një lloj edukate hynare. Sepse dhe Davidi që jepte këtë lloj edukate, këtë lloj mësimi kishte të bënte me dashurinë e Zotit, me edukatën e Zotit, me ligjet e Zotit, jo vetëm që ishin mësimet e tij që ai kishte nga jeta. Edhe është pak e çuditshme, do të thënë, mënyra se si do ta shikojmë të aplikohet mësimi, sepse Davidi i thret vëmendjen Salomonit që të tregoj veten burr, ndërkohë që neve sot do të mësojmë këto gjëra se si të marrim principe të mira edhe se si të jetojmë një jetë të perëndishme duke qëndruar të drejtë në Zotin, do t'i marrim pikërisht këto mësime nga mësimet që Salomoni ka dhënë edhe ka shkruar, pra shumica e fjalëve të urta janë shkruar nga Salomoni, pra me frymëzim të perëndishëm. Një nga ato gjëra do të ishte një mësim i rëndësishëm për ne, do të ishte të dëgjojmë mësuesit, por gjithashtu të zgjedhin mësuesit. Ata që japin këshilla të mira, ata që të mësojnë edhe të mbajnë prap. Duke bërë kështu, duke zgjedhur, duke dëgjuar mësuesin, duke bërë kështu, ti gjithashtu hyn në rrugën e njohurisë dhe mençurisë. Pra ne kur flasim diturinë, njohurinë, nuk për neve çfarë do të thotë të jesh i zgjuar? Të jesh i zgjuar do të thënë që ti ke njohuri, por gjithashtu ti ke dhe maturi që të veprosh dhe ti aplikosh këto gjëra në kohën e duhur. Ajo çfarë është e rëndësishme në marrëdhënien me Perëndin është të kesh frikën nga Zoti. Frika e Zotit i zgjat ditët, por vitet e pabesit do të shkurtohen, thotë tek Fjalët e Urta, kapitulli 10, vargu 27. Në frikën e Zotit gjendet një siguri e madhe dhe bijtë e tij do të kenë një vend strehimi. Frika e Zotit është një burim jete që i shmang legjet e vdekjes. Për shembull, po të shkoni tek Fjalët e Urta, 614, unë hapa jemi te kapitulli 4, po tu do të vërtitemi. Pra nëse neve marrim dhe dëgjojmë këshillat e mësuesve, jeta jote merr kuptim dhe ti ekziston për një qëllim. Pra duke aplikuar atë ti në jetën tënde, duke mësuar edhe duke dëgjuar, ti e di çfarë ka. Kemi parë dhe shikojmë sot për ditë shumë njerëz të moshave të ndryshme që enden rrugëve duke mos e ditur se çfarë kërkojnë. Thjesht një lek xheti për të shtyr ditën, për të marrë një kafe, ndonjëherë çuditërisht burrat pra e huli veten e tyre duke pritur dhe duke u lëpir shokëve të tyre që të marrin një kafe ose të marrin një shishe birë. Pra nuk ka sens. Neve na ka dhënë Zoti këtë lloj, nuk e di si të them, mençuri, njohuri, maturi, zgjuarsi, që ne nuk ndihemi rahat të hulemi me të tillë njerëz, jo më që ti bëjmë të tilla gjëra. Shikoni çfarë thot Solomoni pas shumë vitesh tek predikuesit 8 vargjet 11 dhe 13 këtu. Edhe në qoftë se mëkatari thot bën 100 herë të keqen dhe i zgjat ditët e tij. Megjithatë, unë e di që do të kenë të mirë ata që kanë frikë nga Perëndia, që kanë frikë para tij. Por nuk ka të mirë për të pabesin. Dhe nuk ka për t'i zgjatur ditët e tij si hija, sepse nuk ka frikë përpara Perëndisë. E kemi vënë re që njerëzit që i arrin ato pasuritë e tyre me padrejtësi, le të themi, mos të hyjmë gjërave të tjera, e shikojmë që sot enden lëvizin me makinat blinduara, i kanë rrethuar shtëpitë e tyre me kamera,
bllokojnë rrugët që mos të hyjë lagja e tyre, edhe njerëz që i ruajnë. Kurse ne nuk i kemi këtë lloj problemesh. Harrojmë derën e shtëpisë hapur, harrojmë makinën hapur, nuk harrojmë ta kyçim. Dhe s'ka po mund të ta marrin makinën, e kupton, po nuk të mbijë njeri në qafë sepse ti shikon punën tënde, thotë le edhe se ky është rrobllok. Pra të dëgjojmë pra përfundimin e gjithë ligjëratës, ki frikë nga Perëndia, thot Solomoni, dhe respekto urdhërimet e tij, sepse është tërësia e njeriu. Një këshill tjetër që Solomoni na thot, dëgjoj prindërit e tu. Shpesh herë ne gjendemi pranë të tilla situatave, edhe shpesh herë mund të, edhe sot, edhe ne i nënvlerësojmë mësimet e prindërve ta. Madje, edhe sot që jemi të rritur, shpesh herë i shprehemi, nuk merr vesh, nuk kupton. Le më bë. Ça thua me thamë, ça thua? Edhe sa herë që bëj pyetjen ça thua, unë ngre zërin, ça thua? Ça thua me ça thua? Edhe ngrihet toni zërin. Edhe mama imi thotë, le fare. Pra, por në fakt, këshillat e prindërve janë si një gjertar në qafën tonë. Solomoni e kuptoi këtë gjë dhe dëgjoj biri im, thotë, mësimet e atit tënde mos i lër pas dore mësimet e nënës sate, sepse janë një nur që zbukuron kokën tënde dhe një solinë në qafën tënde. Tek Fjalët e Urta kapitulli i parë. Solomoni gjithashtu thërret vëmendjen duke na thënë, shiko thotë, kujdes nga shoqëria e keqe. Pra kjo do të thotë të jesh burr, të jesh i matur, të jesh i zgjuar, të zgjedhësh shoqërinë, të dëgjosh këshillat e njerëzve që na buhen. Biri im, tek Fjalët e Urta 10 kapitulli i parë vargjet 10 deri në 14. Në qoftë se mëkatarët duan të mashtrojnë, mos prano. Po si ta kuptojmë neve që është mashtrim? Ne duhet fitojmë zgjuarsinë, pra duhet i vëmë veshin mësimeve të prindërve. Në qoftë se thonë, eja me ne, kemi ngritur një prit për të derdhur gjaka, si që themi sot, hajtë vjetim këta, hajtë bëjmë këta, hajtë bëjmë ata. Ngritëm gracka të pafajshme, pa ndonjë shkak. Le të kapërdim të gjallë ashtu si Sheoli, tërësisht si ato që zbresin në grop, ne të dëgjejmë lloj gjëra pasurisë të çmueshme. Do t'i mbushim shtëpitë tona me plaçka, ti do të hedhësh në short pjesën tënde me ne dhe gjithë do të kemi qese të vetme. Shiko, ne sot, po ta vesh re, ne i japim vlerë gjërave që janë të pa vlerë, edhe që vlerësojmë gjërat që kanë vlerë. Për shembull, neve vlerësojmë telefonin, makinën, anën materiale, të shikojmë çfarë ore ka, çfarë varse ka, këto gjëra edhe manitemi nga këto gjëra. Edhe zhvlerësojmë ato që janë më me vlerë të madhe, që është familja, që janë shoqëria e mirë, ku neve po flasim që kujdesemi për shoqërinë, për miqsinë, t'i zgjedhim gjitha këto. Edhe pikërisht me këto gjëra ne zhvlerësojmë. Edhe e dini çfarë? Të tregoj një histori. Disa hajdut gjetën mënyrën më të përsosur të mundshme për të vjedhur një argjendari. Edhe ata thanë, u bashkuan bashkë edhe thanë, do bëjmë këtë gjë. Edhe çfarë bë? Hyn në argjendari, natën, nuk prekën asnjë gjë, vetë se ndryshuan çmimet. Varset edhe ato bërzuluqet, gjërat që ishin më të shtrenjta, i vunë çmimet më të lira. Asnjë gjë nuk ndryshua. Dhe ditën tjetër, pra nuk ndryshuan vendet e varse, vetëm çmimet. Ditën tjetër, hua sa u hap dyqani, sa u hap argjendaria, shkuan sepse e dinë se çfarë do ndodhte, morën të gjitha ato që kishin ndryshuar çmimet, edhe i blen, edhe ikën. Në fund, pastaj që kur u bë llogaria, që u bën ato, dyqani doli me humbje të mëdha. Dhe ata nuk u kapën, sepse ata ligjërisht i blen. Edhe djalli sot nuk, çfarë bën? Nuk po përpiqet më të thotë Zoti nuk ekziston, sepse po provohet edhe edhe nga ana shkencore, edhe dokumente të hershme të vjetra që vlerësojnë që Bibla është autentike, por
vetëm po zhvlerëson, po ndryshon çmimet e gjërave që kanë vlerë duke i dhënë çmimeve që nuk kanë vlerë. Edhe neve shikojmë sot që po po buqet fuqishëm, familja nuk është dhe aq e rëndësishme. Unë sot ndjem grua edhe shkoj te banja e gruas e kështu me radhë. Edhe e që ta carojnë në maksimum duke larguar vëmendjen e vlerave atyre gjërave pra që janë të rëndësishme. Edhe neve siç e dimë që nëse do bëhet një ADN kur të trupave që gjenden sot, thjesht çfarë vërtetojnë? Nuk vërtetojnë që ky skeleti e ndjente veten grua, po doli që ky është burr edhe ky është ky skelet është grua, është femër, është mashkull. Kaq, mbaroi filmi. Nuk shkon detaje të tjera, budalliqe të tjera. Davidi, Solomoni na thot zgjidh vlerat e tua, zgjidh shoqërinë tënde, por gjithashtu veri veshin edhe synimet e tua. Çfarë ti do të bësh në jetë? Zbuloje këtë gjë me të vërtetë. Pra kërko zuarsi, mençuri, veri këto prioritet jetës tënde. Mos kërko gjëra materiale që shpesh herë i bie vlerë. Neve shumë fuqishëm e i shikojmë sot që njerëzit, çunat e rinj sot blej makinat shtrenjta, por në momenti që blihen, atyre i bie vlerë. Edhe tregtarët e makinave thonë që në momenti që një makinë hyn në Shqipëri, sa më shumë të rrinë në parkim që thot me tabelën shite, ditë për ditë i bie vlerë. Të paktën i bie vlera muj 500 euro në muaj. Prandaj dhe tregtari fillojnë mashtrime të mundshme që i din vetëm ata, kupton që ta bëj kokën çorat që ta blesh makinë. Biri im, në rast se ti pranon fjalët e mia dhe i quan thesardhur urdhërimet e mia, jemi të kapitullit 2, duke i dhënë veshin ditorisë dhe duke prirur zemër ndaj arsyes, po në rast se kërkon me ngul gjykimin dhe ngre zërin për të siguruar mirëkuptim, do të kesh bekime. Kërkon si argjanti dhe fillon të rëmosh si për thesar të fshehur. Atëherë do të ndjesh frikën e Zotit dhe ke për të gjetur kuptimin e Perëndis. Fjala e Perëndis do të mbron nga burrat e ligë, nga gratë e ligë. Këto fjalë, kujdes nga shoqëria e keqe, rrahajnë si këmban dhe kumbojnë shumë fort në kokën tonë, se jemi rritur me këtë. Edhe ne e i rrisim dhe i edukojmë fëmijët tanë në këtë lloj mënyre. Ne kemi dëgjuar nga prindit tanë, por gjithashtu ja këshillojmë edhe fëmijëve tanë sot, apo të dashurve, apo njerëzve tanë, shoqërisë tonë ngushtë. Themi, çfarë rrin ato njeriu, kur ai nuk vlerëson, kur ai ti e shifon që po përdor. Pra të krahasurit një marrëdhënie me Zotin të jep një stat tjetër. Ti je në një nivel tjetër dhe ti ke mundësinë e jetës dhe në fakt ke gjetur burimin e vërtet të bekimeve. Kapitulli 13, më falni 3, vargjet 12 deri 24 po lexojmë gjitha. Luma i njeriu që ka gjetur diturinë dhe njeriu që ka përfituar arsye. Sepse fitimi i tij është më i mirë se sa fitimi i argjantit dhe fryti i tij vlen më tepër se ari i pulluar. Ajo është më e çmuar se perlat dhe mbar gjërat më të këndshme nuk mund të parazohen në të. Ashtu pra siç ne mësojmë fëmijëta, ashtu e mësoi dhe Davidi Salomoni, zgjuarësia është një princip që duhet ndjekur dhe praktikuar për të pasur një pjesë të jetës dhe të mësuar. Zgjuarësia është dhe maturia e perëndishme duhet të jetë prioritet për jetën tonë, për familjen tonë. Vendose dhe pranoje rolin e Zotit në jetën tonë. Duke besuar dhe lejuar Zotin të drejtoj hapat e tua, kesh frikë nga Perëndia në gjithçka që ti ke. Asnjëherë mos, sepse në momentin që ti ndjen konfidencë edhe thua unë jam, edhe thua nuk desha t'ja di, atëherë ru nga vetja jo. Siç neve shpesh herë kur
largohemi nga njerëzit e këqij që nuk duam të zihem e themi ty vetë jam qef. Sepse do vi koha që ti do të shkatërrosh vetë. Ashtu si që Jezusi pra na thot kërko më përpara mbretërinë e tij dhe drejtësinë. Një mësim tjetër është bëj kujdes gjithashtu në marrëdhëniet e tua, shmangu dhe largohu nga gratë e përdar. Ishte edhe një mësim tjetër që Davidi ja dha Salomonit dhe Salomoni mori kohë që të shkruante tek fjalët e urta. Femra të tilla të joshin, pastaj të shkatërrohen. Të tillë do të shkatërrojnë reputacionin tënd dhe shoqërinë tënde dhe ti do bëhesh nga fronti që mund të jesh në front me atë vendin tënd të parë, ti mund të jesh i fundit. Pra, një veprim të tillë të pasionit mund të shndërrojë dhe të shkatërrojë jetën e dikujt. Prandaj le të zgjedhim. Por ai që është i zgjuar dhe ai që është i mençur dhe ai që ka fituar mençurinë e Zotit, zgjuarsinë e Zotit, duhet të di ta doj partnerin e tij. Gëzo dhe ma ngjepsu mbas partnerit tënd, dhe fjalët e urta kapitulli 5 vargjet 15 deri në 19. Zoti i njeh ata që shikojnë diku tjetër për dashuri. Edhe pse kanë krahë, keni parë kështu foto që qarkullojnë nëpër internet, që burrat që kanë gratë e tyre në krah dhe ka tutje. Përfundimisht, nëse Solomoni do të ishte babai yt, ai do të kërkonte pikërisht këtë mësim që i kërkoi Davidit atij. Tregohu, ji fort, tregohu që je burr. Kushtoj kujdes gjithashtu edhe karakterit tënd. Shmang borxhin për ta cinë. Mos kërko lek vene pa dhënë. Edhe pastaj do t'i jap. Por zgjidhe punën tënde, puno që të arrish. Ai kemi ne këto lloj mësime, shikoni sa rrënjë të thella kemi, ose të moshënimtarët janë të zgjuar, ose edhe këtu kanë qenë rrënjë biblike që neve i gjejmë tek fjalët e urta sot. Edhe këtë na thot. Babi im gjithmonë thoshte borxhi është më i hidhur, thoshte sa vdekja. Dikujt i vdiq djali, një tjetër që ky kishte marrë borxh, edhe ditën që i vdiq djali, borxhlidh vajti. Man keqen desha lek se kam kalamajn po bë. Po dale vaj se sot më vdiq çuni. Çuni jos vdiqta pa ata të mit janë gati për të vdekur ta. Kështu që lek. U mlodhën gjithë ata aty, gjithë në i lek, në i kështu, e bën lekët, iku për zhliu. As nuk e ngushëlloj as i gjë. Me i hidhur se sa vdekje, vetë borxhi është. Thoshte babi. I frikë nga Zoti, thoshte babi im, më thot babi, më thoshte plaku im, fori do edhe varrit është ai do të zirë da. Po nuk e dëgjove Zotin, po nuk jetove një jetë ashtu të perëndishme. Me sot çfarë është urrejtja? Është një mësim tjetër. Ka gjëra që Perëndia urren dhe në ato duhet kemi kujdes që qëndrojmë sa më larg. Mos bëhemi pjesë e skllavërisë të urrejtjes, sepse ai boti ti që urren atë që ti ke na, ai po jeton në kokën tënde pa qera. Falas. Nga mëngjesi, ju nga mëngjesi të ardhë të shëpëj, 24 orë, se del gjumë e thua, basi babari kështë. Për ta mbyllur, mësimet që do të kemi farë mësuam, pra. Kujdes, ka zgjedh mësues, të cilin ti do të dëgjosh për mësime. Kujdes me qëllime, çfarë do të bësh me jetën tënde. Kujdes me marrëdhëniet, kë do të zgjedhësh për jetën tënde. Neve ndonjëherë në momente të ndryshme të jetës, mund të themi boç ngela beqar, ose boç ngela kështu, po më mirë kështu, se sa të bjerë dikush në qafë, ta mash me buke ta ushqesh, edhe akoma më keq po të flish që të nxjerrë rrugë të madhe. Janë mësime të vështira. Kujdes pra me karakterin tënd, kush do ti të bëhesh. Gjysma e punës për jetën tënde, çfarë do ti të bësh me jetën tënde, çfarë do ti të bësh.
Pra, nëse kemi një baba toksor, fëmijët rriten me një baba të tillë që ofron këshilla shpirtërore për të bërë një burr, faleminderit Zotit. Por nëse nuk kemi një të tillë, kujto që ti ke një atë qellor, ke Perëndin, një i cili ka siguruar një udhëzim në mesim në fjalët e tij. Mësimi për ta mbyllur fare, rreshti i fundit, lejo fjalën e Perëndisë që ka kaluar brez pas brezi dhe është provuar që është e vërtet, të jetë rruga jote. Tregoje vetë. Ti kush je.